Të nderuar pjesëmarrës, fillojmë mbledhjen e Këshillit nga 31/7/2026. Jemi të njohur me rendin e ditës. Jeni dakord që ta miratojmë rendin e ditës? Atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit të ditës, shpërndarja e ndihmës ekonomike për muajin qershor 2026. Pikën 2 për ndryshimin e emërtimit të shkollës 9 vjeçare për 5 vjetore i qlirimit me emrin Shkolla 9 vjeçare Xhevi Dërmush. Komisioni u mblodh, shqyrtoi relacionin e përgatitur nga kryetari i bashkisë dhe administrata e bashkisë, duke u mbështetur në dokumentacionin e paraqitur dhe nga shkalla e njohjes që ne natyrisht kemi të gjithë, shprehemi dakord që shkolla, përderisa i ka humbur rolin dhe funksionin e saj ky emër, të marrë emrin e Xhevi Dërmushi. Natyrisht dim të gjithë kontributin e Xhevitit edhe në fushën e arsimit, qoftë për sa i përket arsimit dhe kualifikimit të tij, qoftë për sa i përket lëndës së tij, por njëkohësisht edhe specializimit të tij në fushën e psikologjisë, për të vazhduar pastaj me kontributin e tij. Pra kontributi nuk është vetëm në fushën e arsimit, do thosha, për të vazhduar kontributin e tij edhe në komunitet, qoftë për sa i përket projekteve me OJF të ndryshme, qoftë edhe me xhaminë e qytetit për të mësuar kompjuterin të rinjtë e qytetit para shumë vitesh, po kështu edhe në projekte të tjera në shërbim të komunitetit, që e bën atë të ketë pasur një rol të rëndësishëm edhe në përditshmërinë dhe në jetën e komunitetit. Po kështu një kontribut ka edhe në pushtetin vendor, qoftë në rolin e kryetarit të Këshillit Bashkiak, qoftë edhe në rolin e këshilltarëve. Kështu që edhe komisioni, duke u nisur nga këto përmasa, nga këto dimensione, mendojnë që emri i shkollës 35 vjetorit, ta zëvendësoj me emrin Xhevi Dërmushi, është nder për shkollën, për komunitetin dhe për gjithë kontributin në arsim. Kështu që edhe komisioni u shpreh dakord. Po, pjesët e procedurale, po të temi që
drejtim për social për një nga tjerë. Dhe e para, e qenë që bashkia nuk ka një tikson të blokë për shkollë, është Ministria e Fakultetit e Studimit. Dhe paraprakisht kryetarët kërkojnë një akt aportimi paraprakik, si rregull procedural, sepse në vendimi miratuar në to kushte, nëse refuzohet Ministria del Mundo di passaporto. Non però cosa puoi proporre? È proprio così, La linea è un'istituzione competente. Fare die per c'è sempre montare questo tempo. Tengo colleghi che erano E proprio dai, la cognizione del doppio per cosa? sempre più chiaro, Dai. era un altro doppio. Ma sa già come dopo? Apolini, più dettagli tecniche. È proprio sai. Dosi të propozoj. Dhe të propozoj unë propozoj këshillin, këshillin e martimit. Nuk po quhet propozuesi, je legjitim Dhe ja rregulli. këshillin bën miratimin e propozimit dhe e ke edhe në negacion. E ke edhe tek vendimi që do marrësh. I shpreh davorcin dhe ja dërgojnë. Po dalim me vendime. Nëse Ministria refuzon vendimin e shkruar që pas vatushëm, kjo po mund të rkthejë. Kjo është. Te kjo pjesë në me. Do vendimin e këshillit. Jo, Ministria për të aportimin paraprak. E dyta. Se uzimi është për gjithë. Tani a do ta diskutojmë apo do të shohim? Si çfarë thot vendimi nëse projekti vendimi bëhet vendim në këshill. Po. Shpreh dakordsinë për emërtimin. Që me këto fjalë, Po. rrëzohet e gjithë kjo fabula jote që ne po këshilli po tentojmë. Nuk po tentojmë, ne po shprehim dakordsinë. Vendimin e marrim institucionet arsimore për kaca. Kupton? Drejtoria e përgjithshme universitare, nuk ka legjislacioni fuqimet, ne po bëjmë pjesën tonë. Pjesa e Ministrisë Arsimit, institucionet arsimore kompetente, do shpreh mbi dakordsinë që kemi me dhënë. Si këshill. Ne kemi një praktikë konsoliduar rastin e shkollës Skënder Kuzra në Poroçan. Dhe u verbuan në dy formë. U dërguar shpresa paraprake. Erdhi aportimi nga Ministria, është drejtoria standardeve të Ushtrimit Universitar. Solli aportimi, vazhdoi komisioni, doli raport, u miratua erdhi aportimi Ministrisë së Shëndetësisë ju përkaqënimi i Xhezar Meçi në qendrën shëndetësore, ku aportu komplet tamam. Ky është standard, kjo është puna se ne po merremi që kush e merr puna se mentore, që tjetër kjo, nuk po i fare figurës. Unë tek aspekti procedural që kemi një standard konsoliduar, që mos bëhet një për njëri kështu, një për njëri kështu. Dhe tjetër, tek uzimi këtë e efekt praktik. Komisioni që keni për ju mirë atëherë. Po ligji pra në 93. Po pra në 93 Ne shpreh dakordsinë. Jo. Ne kemi shprehur dakordsinë. Ajo praktika në 93 sepse Ja do shohim nëse kjo praktikë do na japë drejt. Do shohim se nuk ka efekte financiare. Kemi as apozim me fondet, që kështu, nëse s'është dakord, s'është okay me këtë. Ka dhe një organ tjetër që është prefekti, që shpreh. Edhe pjesa e uzimit këta. Në vërtetë që uzimi kanë zgjedhje me posaçë për titujt e ndërmjetësit, por duke qenë që ligji nuk e përcakton për gjithë institucionet që mund të vënë një çift bashkiak, është fuqi dhe për gjitha partitë e tjera për titujt e ndërmjetësit. Do të ndiqet vëllai Titulli vendor ka një motiv. Jo, aty por shihen ato. Se nuk merr dy uzime me për këtë për këtë. Ajo aty por Kush e thot? ligji pra. Informaci totalike. Që ligji është Atë që thot përfshihen e motivet e institucioneve zyrtare. ja për çdo institucion brenda një institucioni i ka shkronja dhe e mini 54 e ligjit që në 2018 të ndryshuar për zëvendësimin e qartë të kompetencave të institucionit dhe vendosë titujt në ndërmjet që përfshihen. Bashkë me ligjin 19/2022 që ka ndryshuar ligjin 112/2013, bashkë me uzimin e vendimit të ministrit, ka Ka pyetje tjera i lutem? Nëse s'ka pyetje kalojmë në radhë. Atëherë vazhdojmë me pikën 3. Për kalimin në fond banesë të objektit ish ndërmarrja e shqopave, pasuria numër 7 fraksioneve 7, zona katastrale 1122, në pronësi të bashkimit
Okej, kemi të relacion, është i qartë, kështu që shumë mirë që bëhet. Okej. 6 familje që përfitojnë nga privatizimin dhe vetë 404 orë. Okej. Pra e ta kryetari e në kaluar. Do i kemi proces. Po jo, po pse ta përsërisim? Janë në proces. Sot jemi për këto, jemi dakord, keni pyetje? Pika 4, për shpërndarjen e fondit të pakushtëzuar shtesë. Që e përfitojnë qytetarët. Për relatimin e shpërndarjes së fondit të kushtëzuar për emergjenca civile në Bashkinë Gramsh. Këtë vit ne kemi 80 milion e 600 euro, ose 186 milion. Pra, afërsisht është 4 fishuar. Ndihma buxhetore që kemi nga qeveria për emergjencë. Por vjen ndarë në dy kategori, në dy zëra në buxhet. Një është 9 milion e 300 lekë, 93 milion lekë vjetra janë për dëmshpërbime. Ndërsa 93 milion lekë vjetra ose 93 milion lekë të reja janë për investime. Fondi për 93 milion lekë është për dëmshpërbimet. Ju muajin e kaluar kemi ratuar propozimin tonë bashkisë për dëmshpërbimin e dëmeve të gazjare për elektroshtijake për zonën Meskëll dhe Vegacion. Dhe për cilën qytetarët atje, banorët atje janë shumë falenderues në një tuaj.
4 njësi administrative. Në përligojtje numore është vazhdimi I investimit të parë në vit të para të viteve dhe të dritë, në vlerën 4 milion lekë shpeshë, ndërhyrje me turbina dhe sistemin në projnë e shepsarit dhe projnë e frashmit, në vlerën 2 milion lekë dhe të rëshë, pra janë të vjetra këto. Rekonstruksioni urës në segmentin rrugor Drusha-Sud, në vlerën 1 milion 100.000 lekë, ose 1 milion lekë dhe të rëshë. Rekonstruksioni urës fshati Galigat, në 13 milion lekë ose 1 milion 200.000 lekë, dhe rekonstruksioni urës në Dumberas, në vlerën 1 milion 200.000. Pra, është Kushova, është Pishaj, është Sulti, është Ronjati, është Kumori. Këto janë investime, është dhe një profita 6 rekonstruksioni 2 urave këmësore në fshatin Kumor. Pra, janë 2 investime në Kumor, një në Pishaj, Sult, Kodorvjak dhe në Shoho. Tani, mundet që po nevoja nga nënda, pa tjetë që janë nënda, por pakët po I bëjmë një 7-8 punë të vogël që kanë bëjmë mes të rrugëve, urave e tjerë. Sigurisht, ne nuk është se kemi bërë vetëm këto punë, ne kemi bërë edhe me drejtorinë e shërbimeve dhe drejtorinë e rrugëve, punë të tjera me fshatra, duke sistemuar rrugë, kanale, hapur rrugët e arave dhe parcelave, mbajtjen e rrugëve të rrisem fshat me fshat, por edhe njësi qytet me njësi administrative. Sigurisht nevoja në Gramsh është shumë e madhe për ndërhyrje të infrastrukturë, po të paktën nuk kemi segmente siç më parë që problematikë që nuk kalonin apo nuk vinin. Sot nuk kemi as fshatra të bllokuara, as si të bllokuara, fshatra qarkullim të mirë. Ne një mjetet e jetëtar aktualisht 2 mjetet të përfunduan punën për më shumë se 3 javësh në linie. Janë shpërndar tani në disa zona njësi administrative, do të shkojmë në Poroçan, pastaj do të shkojmë edhe në disa fshatra, siç është Tërvoli që ka një nevojë të madhe në ndërhyrje. Tani këto bëhen në fondin e emergjencave. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi ngelur me këto, kemi bërë në fonde të tjera, apo me drejtorinë tona edhe punë të tjera. Nëse ka një pyetje në lidhje me këto 6 punë që do të bëjmë, kemi tavë për apo të bëjmë. Para punës, do të bëjë një projekte, në parë do të bëjë një falendrejnë në të projekte dhe një sykejnë. Falendrejnë në ka përkretarën e bashkisë, që nga bëjë pjesë e atës që ma e të bashkirë. Falendrejnë në anë e jemi si qëtarë. Dhe do që të të tini juat për nuk bëjë komplimente se shërëpiti si kematër në jemi kërnarë që jemi bashkë vetët, të prakë për mua. Të tyta, vërështë, jemi atnashë të zjedhër në tyta. Ne jemi mbështetës programët të shpisë. Për të gjatë, të ashtë më nuk një për të ashtë të marë telefonet dhe në kësë marë për të sprokurune. A I të bimë vedin e pritë, a I të në të zvedin. Unë për në rëtime ka munguar njerë dhe nuk të munguaj sa ta kemë mandat, po munguaj edhe avirë, për të kërkes unika, nuk pres njeri unë. Dhe treta, do të sugjeroj për pëse për këtë të fondet që transformat të kërtar, është një ura të ngrim, që të jetë shumë mirë, që është në të nasa që ka kërnatja kane, nata e përpjetja. Ato ishte një pjesë e këtë fondit që të kanon të kaja ura që të ishtë një shka tjetër? Unë thash, unë thash që ne nuk kemi plan vetëm të gjëra. Kjo është për këtë, është fakt të fond. Po punët nuk fillojnë dhe mbarojnë me këtë. Ne kemi bërë dhe ura tjera që nuk kemi hapë pas nevojë tim të këshillit, sepse kemi bërë me mundësit tona, pra me forcat tona, me drejtoritë që kemi ne, drejtorinë e shërbimeve, apo me investime që ju veti keni kaluar më herët në buxhet. Pra, nuk përfundon me këto 6 punë të vogla dhe të mesme. Nuk qizë dhe përfundon. Ne kemi parasysh do të rrim vetat. Në qytetës të të pjesë kryetar, është një fondi që është identifikuar nga Agencija Kombëtare për Investime, është fondi i bashkisë në milionë sa nga 400 të të vajtë Shpër emergjencë të Fondi i emergjencave është
Shkollën, sekretari i komisionit. Jo që materiali. Nëse do ndryshoj të hapu përgjigjen sekretar bashkëri, nëse do ndryshoj nuk bëhet. Do t'i themi qytetarë banorëve atje që nuk u investimi sepse u përbuar shtimi. Unë shtim nuk kam, s'kam para të programuar. Dakor? Zgjidhim me emergjencën. Aty s'kaloj dot njerëz. Ai ka zgjidhim me emergjencën. Nëse vini tjetër do bëhet kismet për ta rrugulluar, për ta bërë më të madhe ta. Po nuk e zgjidhim dot këtë vit. Nuk e zgjidhim dot. Këtë vit nuk e zgjidhim dot për urë me kalimin automjetë.
Masimi Kovar. Për seri si materiale para një, ishte Komision Financa, sepse me qenë si pjesë e Komision dhe vendori pasor, me reprezentime në fondin financiar. Alternativo ose konkurrore të shkon fondit të vendori të departamentit si komision. Andaj është tjetër për komisionin e vendorit të vendorit, i paraqite për shpunim të bashkëme Komisionin e Financave që jenë Se çojmë një më çon këshilli kur e diskuton se çojmë materialin e pjesën e provojnë aty, se materialin e provojnë ta, Përse të ta marrin X komision apo Y komision nuk e ndajmë ne si administrator. atë ndajnë ne, po materialit të vinë të që dy drejtori të taksë dhe sjerohet pastaj në pjesën vendore të komisioneve të shijoj. Do është ajo dator. Kjo është rrugë. Kjo është rrugë ngrabajnë. Kjo është rrugë ngrabajnë. Unaza është Jemi dakord ta kaloj për miratin? Pika 6, kërkesa të qytetarëve, veta kemi? Veta, s'kemi shoqërisë. S'kemi më mbarë. S'ka. Nga I s'ka. Nëse s'ka, Kërkesa kam, nëse komisioni s'është vetë, Produktiviteti, kështu duhet. Duhet të jetë produktive.